Do më thoni se si i quani këto, unë i quaj ekler, i thonë dhe profiterol, dhe binje, pasta shu, janë shumë të shishme dhe ëmbëlsira ime preferuar. Vendosim për të zier 230 ml ujë dhe 120 gram gjalp, pak skrip dhe një lugë gjelle me sheqer. Sa po të ziej ujë, do t'i shtojmë edhe 150 gram miell, do ta trazojmë sa të gatuhet pak mielli, temperatura duhet jetë e ulët dhe e lëmë që të ftohet. Do të marrim 4 vezë ovital dhe do t'ia shtojmë një nga një. E trazojmë, mund ta bëni këtë edhe me mikser dore, duke i trazuar sa ta thipi brumi vezën, shtojmë tjetër. 4 vezë ju duhen në total, vezët ovital i gjeni në market çdo ditë të freskëta. Do ta trazojmë në masën, e kalojmë në një qese pasticërie dhe pastaj në tavë me letër pjekje do t'i japim formën e vogël, mund t'i jepni dhe formë të mëdha sipas dëshirës. Do t'i pjekim me 190 gradë për 10 minuta, pastaj e ulim në 160 gradë dhe i lëm 30 minuta. Nuk duhet hapur dera e sobës. Këtu kam 500 ml qumësh dhe 100 gram sheqer. Do t'i lëm të ngrohen 2 minuta, do të marrim 4 të verdha vezësh, do të shtojmë aty dhe 50 gram miell, e trazojmë, shtojmë pak edhe nga qumshti i ngrohtë dhe kemi një masë kështu të trash, ka formuar pak kokriza, prandaj kam marrë edhe kullesën dhe kam kaluar aty direkte në qumësht. Do të shtojmë edhe 50 gram gjalp, i vendosim në zjarr me temperaturë të ulët derisa të bëhen krem, vendosim një qese pasticërie sipër dhe i lëm që të ftohen. Këtu kam 200 ml pana për ëmbëlsira që e kam rrahur, kam shtuar dhe kremin e pasticërisë dhe kështu kemi një krem shumë të shishëm, nuk është aq i rëndë sa i pasticërisë. Do të mbushim me to profiterolet apo kleret e vegjël apo binet, quajini si të doni. Dhe pastaj kam marrë këtë çokoladën, janë 200 gram çokoladë që i kam shkrirë me afërsisht 70 ml qumësht. Do t'i kalojmë një nga një dhe i lëm që të ftohet çokolada. Shikoni sa të mira janë.